Kanë mbetur vetëm pak ditë nga provimet e maturës shtetërore dhe për maturantët, kjo periudhë shoqërohet me ngarkesë dhe emocione. Me stresit të provimeve dhe pritshmërive për të ardhmen, Dea Aliaj, maturante e gjimnazit Qemal Stafa në kryeqytet, po bën përgatitjet e fundit. Normalisht është i vështirë, është stresi, janë të gjitha ato ndjesitë që të mblidhen. Kemi bërë konsultime, kam qenë pjesëmarrëse në të gjitha konsultimet sepse normalisht ora e mësimit nuk mjafton asnjëherë për të akumuluar të gjitha informacionet. Teksa provimet afrohen, bashkë me to vjen edhe fundi një periudhe të mbushur me kujtime të bukura. Eksperiencat kanë qenë fantastike, duke filluar që nga olimpiadat kombëtare, aktivitete të ndryshme, trajnime. Në korat ku ne jetojmë nuk mjafton më vetëm të mësosh, pra të jesh ai nxënës i dietër siç vlerësoj shumë dikur, por duhet të jesh përtej asaj, pra eksperienca, përvoja etj me radhë, të servisin të jo vetëm që ti të zhvillosh si individ, por të zhvillosh edhe ato soft skills. Për Dean, emocionet për universitetin janë po aq të forta. Të drejtën jam entuziazmuar, pavarësisht çdo stresi, çdo gjëje, e pres shumë krahapur gjithë eksperiencën e universitetit. Psikologët apelojnë që maturantët të menaxhojnë emocionet, ndërsa vënë theksin edhe në rolin e prindërve gjatë kësaj periudhe. Duhet të jem pak më të kujdesshëm me këshillat që japin fëmijëve, duhet t'ju rrinë më afër, mos të bëjnë krahasime, sepse ky është problemi më i madh. Ndër këshillat kryesore për ditën e testimit mbeten qetësia, gjumi i mirë dhe fokusi. Prindërit duhet kujdesen të monitorojnë fëmijët mos të kenë ankth, mos të kenë rraje zemre të shpeshta, djersitje, probleme me ushqimin, probleme me gjumin, mos të mbaj stres emocional. Maturantët po hynë në javët më vendimtare të vitit të tyre shkollor. Provimi i parë i maturës, ai i gjuhës së huaj, do të zhvillohet të martën më datë 2 qershor. Provimi nis në orën 10 për të përfunduar në 12:30.